Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Dhe para se të shkojmë me publicitet, kemi një moment shumë të rëndësishëm për këtë format që e kemi mbajtur fshehtë. Por, jam shumë krenar të anoncoj se për herë të parë, një program shqiptar realizon një shkëmbim ekskluziv të 2 programeve. Big Brother VIP Kosova do të shkëmbej banor me Grande Fratello Itali, varianti italian i Big Brother. Kjo është një përvojë e jashtëzakonshme, vetëm se Big Brother VIP Kosova po bëhet ndërkombëtar, por edhe që shteti ynë i vogël Kosovë, përmes këtij kanali, do të përfaqësohet në Italinë e madhe, në broadcastin gjigant të Berlusconit Mediaset. Ne jemi vetëm në vitin e 4 dhe ata janë 25 vjeç që bëjnë këtë program, e padyshim kjo që tregon forcën e formatit tonë, duke marrë mbështetjen e transmetuesve më të fuqishëm në Evropë. Por, para se t'ju tregoj se kush është banorja apo banorja që do të dërgohet të premte në Grande Fratello, e marrim një koment nga opinionistët, sidomos nga Olta e nisim, sepse e dim që shqiptarët e Shqipërisë me Italinë janë shumë më të lidhur. Po, ne jemi rritur me emisione italiane, aty kemi mësuar dhe italianë.